Ndodhem në tregun e ish uzinës Dinamo, ku përpara 3 muajve ndodhi një zjarr i cili shkatroi pjesën më të madhe të tregut. Tregtarët ende nuk dihet nëse do të kompensohen dhe deri në çvlerë të mallit. Shumë prej tyre madje kishin porositur mallit për ta patur për një kohë të gjatë. Rreth 3 muaj më parë, zona e tregut të 5 majit u kaplua nga një zjarr i rastësishëm që shkaktoi jo pak dëme. Ajo që ky zjarr ka lënë pas është e njëjtë si në ditën 1. Magazina të djegura, tregtarë që humbën mundësinë e të bërit biznes dhe frikë ndër të tjera për të vijuar këtë rrugtim me djersën e vallit. Por çfarë ndodh sot këtu pas 120 ditësh dhe shumë dyshimesh urbanistike mbi zhvillimin e kësaj zone? Drejtuesit e tregut nuk lejojnë të bëhen xhirime dhe intervista duke dashur ta mbajnë larg syve të publikut të gjithë këtë. Por pse? Pse zjarri në zonën e 5 majit nuk është më thjesht një incident teknik që mbyllet me një raport standard, por ai prek një kontekst shumë më të gjerë, konfliktin mes zhvillimit urban dhe të drejtave të atyre që jetojnë dhe punojnë aty prej vitesh. Pyetja nëse po i hapet rrugë një kompleks i pallatesh është legjitime. Zona e 5 majit ka qenë prej kohësh në fokus të projekteve të rindërtimit dhe zhvillimit. Kur një territor është i destinuar për transformim urban, xhonxharja e rëndë që ndodh aty si një zjarr që shkatron biznese krijon automatikisht dyshime publike. Këto dyshime nuk janë prova, por janë pasojë e mungesës së transparencës dhe besimit. Sa i përket dyshimit për zjarrvënie të qëllimshme, kjo është një akuzë e rëndë që kërkon prova konkrete. Por pa një hetim të plot profesional dhe të pavarur, çdo përfundim mbetet në nivel spekulimi. E për aq kohë sa nuk ka një të tillë zyrtar nga vetë institucionet,